Shko djathas. Ec. Tani ktheu majtas. Ec me shpejtësi të madhe, ec. Kaluaj atë grup. Sa keq. Ra në grupën me balt. Por s'ka problem, se unë do të shkoj ta laj. Allahu Akbar. Erdi koha e namazit. Hajde të shkojmë të falim namazin në xhami. Sigurisht, por pasi të kem lar makinën, do të falem, sepse ka ende kohë që të laj makinën, e pas të shkoj në xhami dhe të falem pasi të kem lar makinën. Me kuptove? Shiko, po ç'të keqe ka nëse lë makinën pa lar. Më parë fal namazin në xhami. Muhanet, mos e lër shejtanin të tallet me ty që të i koha e namazit. Sepse të falesh në xhami ka shpërblim të madh. I dërguar i Zotit alayhi selam thot: vazhdon një popull të vënohet nga namazi derisa t'i vënoj Allahu nga mëshira dhe sevapi i tij. Apo jo, Muhanet? I vënon ato Allahu? Hej, unë dua të luaj me ju. Ti je i vënuar. Mësuesi im, unë nuk e kuptoj mësimin. Ti je i vënuar. I vënuar. U merr me prit se do të vi të falem edhe unë në xhami dhe nuk do të vënohem asnjëherë për ta falur namazin. Allahu Ekber.